Pra i dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam jetoi 13 vite në Mekë dhe 10 vite në Medinë. Dhe në mes të këtyre viteve, 23 vite të bashk, ai tregoi shumë mirë se në çfarë investoi. Pra, investimi për profetit Muhammed alayhi salatu wasalam nuk ishte ndërtimi i kalave, i fortifikatave, i vendosjes gurve mbi gur. Po ishte njeriu. Pra njeriu ishte ai objektivi kryesor, ndërtimi i njeriu. Pastaj Ramazani ishte stacioni kryesor për ndërtimin e këtij njeriu. I dërguari Allahut përdorte stacione të ndryshme, por Ramazani ishte universiteti kryesor për ndërtimin e këtij njeriu. Për arsye se nëse neve studiojmë jetën e profetit, do të shohësh se Ramazani në jetën e profetit kishte dy emra. Muaj i fitores, i fitoreve dhe muaj i shpalljes. Pra këtë shpallje kishin zbrit në Ramazan, pa dhe Kur'anin në Ramazan, dhe jo rastisht qëndrimi përfundimtar i Abdullah ibn Abbasit i Bilalit radhiyallahu anhu thoshte edhe nata e 4 është me datë 24 Ramazan, për arsye se Kur'ani ka zbrit me 24 Ramazan. Dhe ka qenë nata e 4.